Në lagjen nr. 4 të qytetit bregdetar të Durrësit, në zonën me stacionit të vjetër të trenit dhe bashkisë së qytetit, ka nisur shëmbja banesave të vjetra për të lënë vend ndërtimit të kompleksit Durrësit Tower. Kjo zonë ku po realizohen këto shëmbje është një lagje e vjetër historike e qytetit bregdetar. Ndërtimet e reja, 4 kulla të ngjitura me njëra tjetrën, ku ndërtesa më e lartë arrin deri në 30 kate mbi tokë, do të ngrihen tashmë pranë monumenteve të kulturës dhe institucioneve të Durrësit. Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka publikuar lejen e zhvillimit të objektit Durrësit Tower, kompleks banimi dhe shërbimi me tesh 17, 24 dhe 30 kate mbi tokë, si 3 kate nën tokë. Zona ku parashikohet ky ndërtim ndodhet përgjatë rrugës Ignatia, në hapësirën e marinës mes portit të Durrësit dhe sheshit Liria, shumë pranë bërthamës historike të qytetit. Në dokumente theksohet se kjo vendodhje jep projektit një rol të rëndësishëm urban dhe shtron atë një pikë referimi. Këto sisteme kullash do të ndërtohen sipas subjektit zhvillues të projektit për herë të parë në Shqipëri me teknologji japoneze. Durrës Tower vendos një standard të ri jetese në Durrës, theksohet, duke kombinuar luksin, teknologjinë dhe privatësinë në një projekt unik.